Me 16 shtator, ata duhet lirohen. Të kundërtën, në Kosovë nuk ka qetësi, as s'ka me pas qetësi. Nuk lejon as një ushtari ushtri qëllimtar të Kosovës dënohet vepra atyne, lufta atyne, liria atyne. Kurtorin s'ka me pas qetësi, s'ka po emrin? Nuk ka me pas. Ne ta dinë edhe ndërkombëtarët, ne ta dinë edhe gjykata, ne ta dinë edhe tjerët. Në Kosovë ka mu kallë Kosova nëse ata dënohen atje. Ç't bisedë që e bëjmë na sot është rezultati i kësaj lufte se s'kishim mujt me bë. Pa diskutim. Po njerëz të afër me zotin Kurti kanë dyshime dhe kanë dilema që mas pari që UÇK-ja u kanë edhe ushtrisë qëllimtare, njerëz të afërt sot këshilltari, njerëz që konsiderohen të afër me zotin Kurti, e kanë filluar një debat tash sa kohë, në prag para vendimit asaj, ka dilema që a është UÇK-ja, ka qenë ushtri, UÇK-ja spari qëllimtare, apo një grup i frustruar që shpëthojnë ata, që një kes me thonë ato, që kanë pas ambicie politike. Ushtria qëllimtare e Kosovës ka vendime kur është formu. Ka vendime, ka organizat që e ka formu. Është lëvizja popullore që e ka formu. Është vendimi kur ka dalë në skenë me 17 nëntor 94. Ka marrë përgjegjësinë, ka marrë organizimin, ka marrë përgjegjësinë për luftën. Janë sakrificet e njerëzve tani më të tjetë që janë bo. Janë dëshmorët që janë ra. E tani, ata që dalin sot, ata ju ka hup busullat që themi në popullore, ose ju ka met mrapa ora. Zotja Soni, kemi edhe 3 minuta. Cilat po? Tash, për mu, çdo shqiptar, ku do që ashtë, duhet i përgjigjes thirrjes për mbrojtjen e Hashim Thaçit dhe të luftës son bashkë me Kadrin, Regjen, Jakupin e tjerët në gjykatën speciale. Duhet i përgjigjet thirrjes, duhet i përgjigjet shoqata veteraneve të luftës së ushtrisë. Organizata liria ka emër. Qytetarët, nxënësit, studentët, partitë politike duhet dalin. Qeveria duhet del. Jem të negociu një zotja Asani, ti kryim një negociatën. Të gjithë duhet dalin në mbrojtje. Neve në cenohet liria jonë, në cenohet shteti jonë, lufta jonë, gjakuj dëshmorëve dëshmorët, gjithë në cenohen me vendime negativ që mirët atje. Prandaj, gjykojët ushtria qëllimtare, dënohet ushtria qëllimtare e Kosovës, dënohet shteti Kosovës. Sot, Hashim Thaçi e mbron shtetin e Kosovës atje, e mbron luftën tonë. Dy pyetje, në fund i kemi 2 minuta. Çka nëse kemi vendim negativ? Përshkojmë si këtyre ditëve mediat në Serbi ka nisë një para pregaditje, po thonë që parja vjen në parja e Kosovës, ka nisë cikl të emisioneve ku e përtretizojnë zotin Thaçi, ka marrë pjesë në filan aksion, filan servis, atje kanë filluar më bogati për se cilin vendim që vjen më të shumë. Çka ndodh hipotetike? A ekziston ampull me ekzistu shteti i Kosovës nëse vjen vijet vendime negative? Na dim për çka u bën gjykatë, cila është konsensusi. Shteti i Kosovës nuk bjen. Po krijohet mundësia e gjykimeve dhe të rreqjeve të njohjeve. Gjitha këto janë të mundshme. Sepse thotë, është shpall një shtet nga një organizat kriminale, se neve na quajnë organizat kriminale, ndërmarrje përbashkët kriminale, atje jemi. Kështu për na qunë Serbia, kështu për na qunë gjykata speciale, kështu prokuroria atje për na qunë. E tash, ne duhet të luftojmë këta. Po, i kemi edhe 15 sekonda në fund. Cilat janë pritshmëritë e juaja? Pritshmëritë e mia janë lirimi i tyne. Me 16 shtator, ata duhet lirohen. Të kundërtën, në Kosovë nuk ka qetësi, as s'ka me pas qetësi. Nuk lejon as një ushtari ushtri qëllimtar të Kosovës dënohet vepra atyne, lufta atyne, liria atyne. Kurtorin s'ka me pas qetësi, s'ka po emrin? Nuk ka me pas. Ne ta dinë edhe ndërkombëtarët, ne ta dinë edhe gjykata, ne ta dinë edhe tjerët. Në Kosovë ka mu kallë Kosova nëse ata dënohen atje. Zoti Asani, ishte kënaqësi i pas studio, faleminderit shumë për kohën konsideratën.